Tashmë është momenti të ndalemi tek Viral. Viral, ju e dini, është rubrika e re që ne kemi shtuar në emision, që na sjell lajme nga bota dhe nga fenomenet të ndryshme, dhe e nisa me fenomene, sepse tek lajmi i parë do të ndalemi tek një fenomen i vërtet, si që ishte labubuja e famshme, që unë nuk di në kam betur ndonjë i vogël dhe i rritur pa shpenzuar disa para për të pasur një labubu. Por tashmë kjo kukull e famshme e martë ka një rival të fuqishëm, dhe është pikërisht ajo që po shohim në ekran në këto momente. Megjithatë, labubu pa tjetër kanë qenë një fenomen që arriti të sillte fitime miliardçe për krijuesin e tyre Wang Ning, por ndërsa fillimi i vitit solli një bum të madh shitjesh dhe çmime që ka përcenin çdo pritshmëri, ky trend me sa duket po erëzon mbretërinë e labubus, sepse tashmë kemi Hironon. Hirono është krijuar nga artisti kinez Lang në bashkëpunim me Pop Martin, me kompaninë prodhuese të labubus së pari dhe tani tashmë edhe të Hironos, ka tërhequr vëmendjen për stilin e saj unik, që përçon emocione të ndryshme njerëzore dhe është lançuar si një produkt më ekskluziv dhe më i kufizuar me seritë e saj që vijnë me produkte të limituara duke rritur ndjeshëm vlerën në tregun sekondar. Çmimet e modelit të saj më të njohur, Fight for Joy, kanë arritur të qëndrojnë në nivele të larta duke nisur nga $300. Nuk e di nëse do ta justifikonte dikush $300 për blerjen e një kukulle, po nuk e di pse këto kukullat e Pop Martit më tingëllojnë gjithmonë kaq të çuditshme dhe të frikshme. Shumë teori konspirative madje pati për labubun, u bën fenomen edhe u diskutuan kaq shumë në studio televizive, por kjo nuk e mposhti në asnjë lloj forme dëshirën e kujdo për ta blerë dhe për t'i pasur. Për më tepër, ishte ndoshta kjo zhurmë e krijuar marketingu më i mirë dhe më i madh që mund t'i bëhej shitjes së tyre. Nuk e di nëse do të shpenzoja $300 për blerë një kukull, ama çfarë nuk kemi dëgjuar, kështu që nuk besoj që do të më çuditste edhe nëse ndodh nga dikush tjetër, se nga unë e sigurt që nuk ndodh.